Pas një konflikti të qastit për motive të dobta, dyshohet se shtetasi BN 58 vjeç brenda banesës ka plagosur me mjet prerëstik djalin e tij shtetasin KN 29 vjeç. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqiz kanë shkuar në vendngjarje ku falë reagimit dhe ndërhyrjes së menjëhershme kanë parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, si dhe kanë kapur dhe arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin BN 58 vjeç. Gjithashtu është sekuestruar mjeti prerëstik i përdorur nga autori. 29 vjeçari i dëmtuar ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.